Aksi rrugor nacional Burrel-Skuraj vijon të jetë një ndër rrugët kombëtare më të degraduara në vendin tonë. Segmenti më problematik mbetet ai nga ura e Ulzës deri në Burrel, ku ka gropa e deformim të asfaltit kudo. Në fshatin Bushkash, rruga vijon të jetë problematike si pasojë e prezencës së vazhdueshme të ujrave në toksor. Ndërhyrjet e bëra nga kompanitë mirëmbajtëse gjatë këtyre viteve kanë qenë jo efektive, pasi gropat janë rikthyer vazhdimisht duke mos qëndruar në gjendje optimale. Drejtuesit e mjeteve shprehen se kjo është një rrugë nacionale që nuk e gjen askund, madje as në fshatrat më të thellë të shtetit fqin të Greqisë. Emigrantët që jetojnë e punojnë atje thonë se edhe rrugët në male apo tokat buqësore janë në gjendje më të mirë se rruga nacionale Burrel-Skuraj. Ata kërkojnë që ky aks rrugor të rehabilitohet i gjithi, jo vetëm për faktin e lëvizjes së banorëve, por edhe se kalon në një zonë shumë tërheqëse dhe turistike siç është Ulza e Shkopeti. Këto a gjëna paguajnë taksa për mjetin që ne i shkatrojmë ta, i coptojmë. Si që kena qeverin, qaja kapela, pra ne për popullin. Edhe për gjuna, se kjo është si bjesh, kjo vetëm natyra, zdi se qa kërkojsh ma te e për ma. Këtua me jetu, jo me shpopullu venin. Për faqet zezë, rrugë shumë e përishun, e keqe, i kanë lanë mazdorës të gjanë, si bje kush mrapa këti venit, na do në mikë për qefë, dhe për Shkopi, edhe kështu që rrugë s'ka. Dorët nuk merët kur kush. Vesh kur vinë koha të zgjidhjeve, thonë, na jep një vota se të bëhet gjithë shka, si përfornim së bëhet e si gjanë. Gjina për këtë popull. Jam një emigrant, jetojmë në Greqi, ka ato që shkojmë parcela me mjete bujqësore, po jo me shku shpia në fshata. Me traktor? Me zetora, me traktora. Ja, kështu rrugët nuk ka. Rrugët e parcelave kemi më të mira. Kalon pak në 2 herë në vit, gretëri i nivelon. Para çdo lloj fushate, para korrjeve, drurit, para punimeve toka dhe bëhet më mirë se kjo. Prej të paktën 35 vitesh në këtë rrugë nuk është bërë asnjë ndërhyrje e mirëfillt, por vetëm e pjesshme, çka nuk ka zgjidhur as pak situatën e qarkullimit të automjeteve.